sytë tu qelë, qerdhë, e lumë i baka përcyshëm, dërsa janë përgjumur për mbi tavolinë. Në vladhe fëmiria ime, pëmën e këndjelë. Kemi korë kalintë. I mëmë ka zirë ftojnët. Shelgjët kanë vajtuar, si poeti sentimental në vjeshtë. Pasgjë së zverdhur. Por të tua diçka si ujë zgjojnë. Derisa ka mesur rrez malit krejt vetëm. Në njërën krah, shkurë zogjsh. Në tjetrën, kështënja dhe qarprim. Në vllatë ka dashur, ka marrë dhe ma nuk je. Tash po vi, fëmijë që buzëqesh mbi krahun e nënës, kur pret para shitores qushtin. Tash po vi pikluar, në shportën ti me pëm, e flet, e shije qume. Kur zgjohem do t'i iki. Tash po vi, prehrin tënë, nën, toke zezë, e lapidare. Tash po vi. Këtu, me sytë e mi, kom po fshatarë, me plisat për gjakun. Torturat edhe klithmat kanë qenë tjerë zakonshme, të mërshme. Ky burg, burgu i Prishtinës, burgu i Mitrovicës, burgu i Prizrenit, burgu i Gjilanit, janë ndër burgjet më të mërshme në Ballkan. Atëherë, isha ende i mitur, veç sa kisha orë në klasën e parë shkollës normale, hala nuk e kisha 18 vjetë. Këtu në këtë burg më kanë marrë 7 ditë edhe 7 netë. Në këtë burg kanë rru jetë edhe patriotet tonë tjerë zakonshëm, si Shaban Shala, Fazli Grejqevci, Besim Reselica e të tjerë. Por, këtu në këtë burg ka qenë edhe dojeni jonë, frymëzuesi jonë, Adem Demoqi, me shumë të tjerë. Po në këtë burg kanë rru jetë edhe një doktor në Kadrenica, ai quhet Hafir Shala, doktori i UÇK-s për zonën operative Drenicës. Sot e asoj dite nuk i dihet as eshnat, as gjurmat ati njeriu. Pastaj kanë vazhdu burgjet rresht disa herë, deri sa janë burgos me një kohë shumë mas gjatë, 8 vjetë si ushtarak i armatës Jugosllavisë në burgun e Postonjes të Slovenisë dhe në kazermat Titova, kazarmet e Ljubljanës
atje kom qëndruar në burg 2 vjet, mandej gjykata e lartë supreme e armatës të Jugosllavisë më ka gjykuar në gjyqin supret të armatës në Zagreb, me një kohë gjatje 7 vjet. Unë jam Raif Qela, qysh si 16 vjeç jam arrestuar për herë të parë për UDB-s Jugoslave dhe për shkak të veprimtarisë sime politike kam qëndruar në burg rreth 14 vjet. Kam qëndruar në burg, përveç këtij burgut të Prishtinës, kam qenë edhe në burgun e Mitrovicës, të Gjyrakocit, të Dubrovës, të Pejës, një natë kalimthi, të Sarajevës, të Foçës, e në Mitrovicë Sremit, e në Nish, edhe kam kaluar edhe në për masakrën e Dubrovës. Pjesa më e vështirë e pjesa që ka qenë më me vujtje e jetës sime kanë qenë procedurat paraprake në UDB. Të 81-ën 4 ditë, në 84-ën ka zgjatur disa muaj, madje më kanë marrë në pyetje edhe 1 vit e sa pasi që jam dënuar, duke u përpjekur të nxjerrin informata të reja për dikë të cilin ndër të tjera edhe për një Xhamali Berisha, të cilin unë nuk e kam njohur, e duke u përpjekur ta lidhë veprimtarinë time me ta. Pas 4 vjetësh, po të njëjtin në tortura kanë mbyt në burgun e Prizrenit. Mund ta merrni në mend se çfarë torturash janë ato kur vdesin nga torturat, kur përfundojnë jetën me tortura. Dhe udhbash të tillë kriminal ka pasur plot. Nuk mund të mos e përmend një prej xhelatëve që kanë kaluar këtu pari, e që tash nuk është në mesin e të gjallëve. I Bush Kllokoçi ka dashur me ma shu cigare në faqen time. Ja kam heq për fat, po ma ka pasos, më vonë më shërue. I lavdëroheshin njëri tjetrit se ky ka shti kundër armikut midis Gjermanie. Me fjalë të tjera, udhbashët i lavdëroheshin njëri tjetrit se kanë marrë pjesë në vrasjen e Jusuf Gërvallës. Na dërgonin për procedura hetimore, ku më ditë se ku, nuk na tregonin se ku po na çojnë, na kanë thënë se mu 2 herë, një herë bile ka qenë një rast tepër ekstrem kur unë kam filluar të besoj se po më çoj me likuidu, me pushkatue. Më kanë çuar në një banesë në cilën ka qenë njëra prej bazave tona, mas një javë kishin rënë gjurmë të saj. Me fjalë të tjera, të krijojnë situata të tilla në cilat ty të lodhin, megjithatë njeriu ishte më i fortë siguri. Ka pasur edhe periudha prej vujtjeve të mëdha që kam pas qef të përfundoj jeta ime, vetëm të përfundojnë vujtjet. Megjithatë, jam sot i gjallë, me këgja do pasoja, po megjithatë i fortë. Me 18 janar 1984, unë kom ra në burg, edhe në këtë burg kom qëndruar 1 muaj e 5 ditë. Pas kësaj, më kanë dërguar në Mitrovicë. Në Mitrovicë kom qëndruar një 17 muaj. Prej aty 5 muaj në Gjyrakovcë. Nga Gjyrakovci, madje në Gjilan, apet nën hetime edhe 9 muaj dhe tjera. Nga Gjilani në Zagreb. Nga Zagrebi në Lepoglav kom qëndruar 11 muaj. Nga Lepoglava në Gospiç, aty kom qëndruar në burgun e tuaj Gospiçit 1 muaj ditë, e prej aty në Stara Gradišk. Në Stara Gradišk kom qëndruar rreth 2 viteve, e nga këtu kemi marrë vendimin edhe kemi shkuar në Slovenska Požeg, zbashku me Basinadet me 4 tjerë, kemi qëndruar vetëm 2 net e 3 ditë. Nga aty jemi lëshuar edhe kemi ardhur me 23 prill
vitit 1990 jemi lëshuar nga Slovenska Požega. Kujtoj që vedia politike është tresuar brezash në një vend si Kosova, ku lufta për mbijetesë në radhë të parë, po pastaj përshirime dhe për liri, ka vazhduar për shumë vjetë. Unë i takoj brezit të vitit, brezit të burgosurve, po themi, të arrestuarve të vitit 1997, aso kohë në janar, që në arrestuar 2 grupe më të mëdha, grupi i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës dhe grupi i LKQK-s. Unë kam bërë pjesë tek grupi i LKQK-s. Kam kaluar në për ndërtesën e sigurimit shtetëror të në Prishtinë dhe më pastaj natyrisht për shkak se ka qenë i destinuar ndërtesa e burgut në Lipjan për gratë, jam bartur atje. Ka qenë shumë e vështirë pse mënyra se si jemi trajtuar aso kohë edhe për gratë, për ato pak vajza që kemi qenë të arrestuara politikisht edhe të burgosura, të mbajtura politikisht në atë kohë, nuk ka qenë mënyrë trajtimi ndryshe mbase prej burrave, djemve të arrestuar. Po një lloj ka qenë marrja në pyetje, po një lloj ka qenë qasja e tyre, po një lloj ka qenë edhe periudha kur ne jemi transportu, po themi, prej ndërtesës ku jemi mbajtur deri tek gjykata ku është mbajtur procesi gjyqësor, sepse ajo është një proces kolektiv dhe në të cilin ndoshta edhe për nxitur frikë edhe ma e pa njëri tjetrin se si përpiqeshim baset na e ulshin na ndjen krenarie dhe guximi me e pa njëri tjetrin pas vujtjeve dhe pas torturave, na bartnin me autobus ose me ato veturat ose si me thonë makinerinë e tyre të blindume edhe na sillnin në gjykatore në Prishtinë. Po një lloj na kanë trajtuar edhe aty, pasojmë një detaj i vogël, përderisa ekziston një rregull që grave u lidheshin duart përpara, ne gjatë gjithë asaj kohe duart na lidheshin mbrapa, kishim 2 gardiene anash, edhe vazhdueshim na përmendshin që ju akuzoheni për terrorizëm, ju akuzoheni me akuzat më të rënda, paçka se ne bënim pjesë të një grup që kishin bindje politike të atill që kërkonte thjesht lirimin edhe lirinë e vendit. Jemi ai brez i periudhës kur derisa ne ishim arrestu, jashtë është vrarë Zahir Pajaziti, Akil Zenullau dhe Edmond Hoxha, ai brez i të arrestuarve ku në këtë ndërtesë të burgut të Prishtinës, ti burgu muze tashmë është vrarë Besnik Restelica. Gjitha këto kanë ndodhur gjatë asaj periudhe dhe natyrisht që nuk është një përvojë e cila mundet me u harru lehtë, po mbase nuk është se përmendet shumë ose kujtohet shumë në kuptimin e perspektivës së njerëzve që kanë kaluar në për to dyer. Jam arrestuar me 7 janar të vitit 1984, sa isha gazetari televizionit të Prishtinës. Në atë natë të dimrit, një grup i madh inspektorësh bastisin shtëpinë time në fshat, e rrotullojnë gjithë shtëpinë, mos gjejnë materiale diçka kompromituese dhe më sjellin një lloj çelije si kjo. Gjatë torturave që kanë përdor janë gjakos gjithë tyra, gjithë rrobat e trupit dhe kur kam pas vizita familjare, jam detyruar rrobat t'i laj në mënyrë që mos t'i trishtoj familjen me rrobat e përgjakura. Trajtimi ka qenë njerëzor, inspektorët serbë të pakënaqur, domethënë me trajtimin që më bojnë, pakënaqur me që s'kan mund me nxjerr faktet që kanë dëshiruar, e ndrojnë ekipin dhe ma bin një ekip shqiptarësh, të cilët ishin ma kriminal se ata serbët. Fillojnë torturat mas njerëzore të mundshme, me ka 3-4 inspektor më zonin për
për podi, uleshin 2 vetë në shtëpinë, tjetri i ngritë e këmbët dhe tjetri binte me gjithë fuqinë sa kishte. Këmbët edhe durët e ai ishte asisoj që nuk ka mund me shpërthëkue pullën e pantollave. Edhe në ato kushtet tepër të rënda të burgja jugoslave, në për kazamate është andru për lirin, është krijuar poezi, janë krijuar tregime të ndryshme, të cilat kanë qarkulluar dorë në dorë në mes të burgosëve politik. Një pjesë e asaj kriminalitarie pastaj ka dalë jashtë burgut dhe janë botuar dhe kanë vlera të mirëfillta dokumentare dhe artistike. Domethënë për qelit e burgjeve jugoslave është kalit ideja për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe mendoj që pa burgosëve politik, pa plejatat burgosëve politik që kanë qenë për burgjet jugoslave, nuk do ndodhte as lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe nuk do ndodhte as liria e Kosovës. Shpesher e kam përshtypjen kur kam qenë në burg, në mbyllur në qeli, ndjesha më lirë se që ndihem sot. Atëherë isha mende hapur, më i guximshëm në gjykimet dhe më i vendosur në shënimet e mia. Atëherë kisha guxim që ta them fjalën e vërtet që vështirë thuaj. Kisha kurajë që të emëroj gjërat me emrin e vërtet. Kam përshtypjen se do të qeni ngujum në qeli botën e kuptoja më drejt. Atëherë pata kuptu se njerëzimi ndahet në 2 lloje të kundërta. Lloje që bashkëtojnë në të njëjtën fatkeqësi. Disa janë viktima dhe disa kriminal. Bota megjithatë në esencë shpalohet nga drita e zhduket nga tërë. Realiteti është gjithmonë bardhëzi. Ngjyrat janë ëndër. Kështu ka qenë dhe kështu do të jetë gjithmonë. Jam Savit Rostemi me profesion shkrimtar. Po kthehem këtu pas 42 vitesh afërsisht në burgun e Prishtinës, tash burgu i idealit. Për ta parë se si duket nga aja kohë kur isha këtu. Posa asaj zbasje që tash është atëherë ishte mbushur plot. Mua më patën arrestuar dhe pra burgosur me 8 maj 1981 për një tregim që ishte botuar në revistën Fjala në titullin Nën maskën e musafirëve me 1 prill 1981. S'di si ta përshuaj atë hyrje të asaj koha këtu në këtë burg. Nuk ishte kaq dashamirë se si sot, ishte tepër e ftoftë, tepër me një mos them frikë, për shkak se nuk isha frikë me që faktet sipas meja ishin të gjitha në anën time, kom thonë edhe atëherë, e them edhe sot. Po gjithë ajo situatë çfarë kisha ndjerë jashtë ishte ajo që në një mënyrë më shkaktonte stres dhe pastaj pritja e ishte burgosëve të asaj kohe përderisa nuk më lëshua aktvendimi. Aktvendimi erdhi pas 3 ditësh dhe tek atëherë filloi ai besimi i tyre ndaj meje. Gjëja e parë, edhe privilegji i parë për mua në burgun e Prishtinës ishte ky,
sepse me ta duhet të ndoja dhomën e burgut ku ishim 7 vete, unë isha i 7 dhe isha më i riu. Ata dyshonin nga profesioni im i asaj kohës që isha gazetar dhe mendonin se më ka rekurtuar udhba asaj kohë këtu. Gjë që doli këtë ndryshe. Pastaj ndryshoi edhe qasja aty ndaj meje, por nuk ishte një lehtësim domethënë dashamirësia aty ndaj meje, po gjëra tjera rrodhen ndryshe nga ato që i presja. Për shkak se nuk ishte ai pushteti asaj kohe që ju besonte fakteve, nuk ishin as ata që më merrnin në pyetje. Edhe pse e dinin fare mirë se aty nuk ishte ndonjë vepër penale, po në nxorën në gjyq mas 3 muaj e gjys. Dhe na pa të ndënuar fillimisht mua 4 vite si autori i tregimit, ndërsa kryetatorin e revistës Fjala Sabidin Alitin 3 vite. Asgjë nuk i kërkoj ditët në cilën po sa hyra. Qoftë kjo edhe ditë feste, sallë, të jetë këthjellë si sytë tu. E ndryqme dhe e qeshur si fytyra jote, e ëmbël dhe e ngroft si buzë tua. Se e trupi yt i bardh, e i njo. E dashur dhe e lirë. Si zemra jote, si e shpirti past, e i pafund. Ditës në cilën sapo hyra si kërkoj asgjë. Po stehe. Qastin, kur ajo ditë do t'jesh ti, do t'i falem për shtit. Me dashuni. Me dashuni. Me dashuni. Unë jam Avni Klinaku, ish i burgosur politik. Ndodhemi këtu në korridorin e burgut të Prishtinës, pranë njërës prej qelive të shumta të këtij burgu. Nëpër këtë burg kanë kaluar shumë shqiptarë të cilët kanë përvoja shumë të hidhura nga kë për shkak të torturave njerëzore të cilat janë ushtruar mbi ta. Duke qenë se unë kam qenë disa herë i burgosur në këtë burg, një shumë sjelljet e personelit të këtij burgu të hetuesisë e edhe vetë ndërtimit të burgut. Përveç torturave të rënda që burgosurit kanë kaluar nga hetuesia dhe janë sjellë këtu në burg, më vonë torturat kanë vazhduar edhe nga gardianët e burgut, pra nga personeli i burgut. Torturat kanë ditë të shkojnë deri atje, saqë të çojnë deri te vdekjet e disa të burgosurve, po flas gjatë historisë të këtij burgu. Po falë. Nëse nuk ju përgjigja të rrethate. Edhe ti në fabrikë e në minjerë. Më falë. Edhe ju në qelira që edhe sot qëndroni. Në varret gjalla, heshtje varri. Nëse nuk bëra më shumë. Më falni. Se kjo botë po sillet mbrapsht. Në ftohtësi varri. Për lirin tuaj, nëse nuk bëra më shumë, më falni. Shpeshherë mbetem vetëm në qeli,
Ushtarëve erdhën ikonografët me brusha për të pikturuar pamjen që paraqet një vajzë 7 vjeçare, duke qëndruar në këmbë me këmishë nate në terrin e dhomës, midis trupave të masakruar të prindërve, vëllezërve dhe motrave të saj. Cili terri mes natës mund të paraqitet në pikturë, pa hijen e domosdoshme të dritave diskrete. Edhe dhomës i mungon dritarja, edhe qielli tyjet, kur ata që shohin me sy tanë tashmë janë të vdekur. Ata janë në paqe me vetveten, as afër s'janë, as larg. Meri me mend pamjet e dritës që japin ëndrës, në cilin ju vret me thik pas shpine ulërima shtasës. Pikturat përjetëson në këmbë duke qëndruar 1000 vjet, e rrethuar nga trupat e prindërve të saj të masakruar. Me cilat këmbë do të largohet ajo hapësirës pa horizont? Shkallëve të të pjetë, si do t'i ka përcej lumenta heron. Cila ulkojnë në pyllit tegër do t'i japë sisë. Me gjuhë do t'i flas liria kur ajo t'i zbret nga mali. Gjua të merrit, gjua vetmis, gjua kobit të zi. Është heshtja e të masakruarve që ikin në sfera tjera. Ka shihet piktura me dritën e mendjes, shumë statike. Thot profeti Gjibranit, kur ri nuk banon në të merë, atëherë jeton me gojë, me fjalë. Zëri të bëhet lojë. Pamja e masakrës në kavazin e fjalëve krahat i hap. Po nuk mund të fluturoj atje ku janë të vdekurit tanë. Po vinë sharlatanët, politikanët, vëzhguesit, monitorët, humanitar, mjek pa kufi, zyrtar të Bashkisë Evropiane, rusët e kriminal të tjerë. Nuk i la policia. Piktorët, kompozitorët, poetët, profetët, që t'hynë në banesën e hanës 7 vjeçare. Ta pikturojnë duke qëndruar në këmbë, për ngufomave të prindëve të saj të masakruar. Kur të fillon të rësohet mendja nga pafuqësia jote, apo nga presionit të tjerëve, atëherë duhet ta kuptosh se ti dhe ëndra jote për lirinë po merr fund.